Norvegjia sapo ka bërë histori në botën e veturave elektrike. Vetëm në muajin shtator, 98.3% e të gjitha makinave të reja të pasagjerëve ishin plotësisht elektrike, një rekord absolut për vendin nordik që po udhëheq botën drejt së ardhmës pandotje. Sipas të dhënave të administratës norvegjeze të rrugëve, janë regjistruar 14.084 makina elektrike nga gjithsej 14.329 automjete. Kjo do të thotë se vetëm 245 makina nuk ishin elektrike. Dhe kjo nuk është e gjitha. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, 95% e shitjeve të reja kanë qenë makina elektrike, ndërsa makinat me benzinë, naftë apo hibride përbënin vetëm 1.7%, shifra më e ulët ndonjëherë në Norvegji. Drejtori i OFV-s, Geir Inge Stokke, e quajti këtë një hap të madh drejt vizionit të vendit për emetime zero deri në vitin 2025. Ai tha se tani është koha që edhe furgonët dhe kamionët të ndjekin të njëjtën rrugë të gjelbër. Norvegjia po dëshmon se e ardhmja është elektrike dhe ajo po ndodh tani.